pyetja e parë kur kam hyrë në sallë bisedave ka qenë apo vjen prej Kosovë apo për cilin vjen ti. Çush është mundur 900 banda. Unë me thënë të drejtë, me qenë sinqert, nuk e kisha pa deklaratën. Nuk e kam kuptuar pse po më shtohet ajo pyetje prej partnerëve të mi. Dhe në bisedën sipër rezulton që po, lexova deklaratën, është për këtë çardhje mundet me ndodhë një qytetari mendoj unë. Ajo shkakton reputacion të keq. Shkakton reputacion të keq dhe dilemat e investitorët, pa siguritë ta. Mbi gjitha shkakton një reputacion të keq tek populli kosovar që jeton jashtë territorit të Kosovës. Do të thotë se ne identifikohemi me atë pjesë. Dhe përderisa një politikan gjerman, edhe atje ka opozita, sigur këtu edhe opozita mirë, po nëse neve takohemi me një opozitar, i cili ka për qëllim ndërprerjen e kontakteve, raporteve miqësore të pozitës gjermane me shtetin kosovar, e ka një argument në dorë që shife ku investon apo ku shkojnë parat të taksa paguesve gjerman përmes kompanive apo përmes investimeve që ne mundim. Ndikon gjithçka. Definitivisht ndikon.